Për mendimin tim, ka fare pak rëndësi, sa i ka 600, a i ka 400. Qoftë edhe 4 trupa, po t'i ketë prezencë ushtarake Amerika, jemi të sigur, sepse nuk e ruajnë 600 trupa amerikane, po e ruajnë fjala e presidentit në shtëpinë e Barë, kur thot kjo porosi është më e fuqishme se sa do trupa që do t'i ketë, sepse kjo është mesazhi, po u futa atje, do me thënë një herë e di se çka ka gjetë 99-ën, do me thënë me bombardimet. Pra, unë besoj që ne du të arrujmë këte konstelacion, kurse pjesa e shkrimeve spekulative, që edhe mund t'jetë në vërtet, se edhe mundet për shkaqe të ndryshme, edhe mund t'a reduktoj, po kjo nuk do thotë si Kosova është më e pasigur qoftë se reduktohet numri qoftë i trupave amerikane, po qoftë edhe pjesëtarëve të tjerë të cilët janë prezent me trupat e tyre ushtarake në Kosovë. Unë mendoj se Kosova është sigur pavarësisht tentativave që i ka në vazhdimsi dhe mund t'i ketë dhe nuk ndalon si pasuri Rusia, sepse Rusi si konvenon një destabilitet edhe në Ballkan përmes satelitit vetë pra Serbisë, por gjithsesi kjo porosi e prezencës presidentit Trump, përfaqësueses tonë, kryetarës së shtetit, tek presidenti Trump, sigurisht është mesazh. Se a ka raporte të ngushta presidenti Trump me zonjën Osmani, pastaj kjo është spekulative. Tash një informata që kemi ne edhe shkurja në Davos, domethënë nuk është as që ka ditë zonja Osmani, po e them një informacion, po e them ndoshta nuk e di, ajo ka thënë dikush tjetër, po një informacion të dorës parë, domethënë kjo ka shku drejt përmes kryeministrit Edi Rama. I është propozuar dhe madje edhe koha ka qenë rekorde, domethënë edhe avioni edhe bileta janë të argumentuar. Presidenti Osmani ka marrë ftesë direkte nga presidenti Donald Trump. Ka marrë, po jo për të marrë pjesë në Davos. Shtet antar themelus. Se po, domethënë edhe në ftesën që e ka marrë përmes kryeministrit Rama. Domethënë roli i u pa dhe ai foli dhe zonja Osmani ishte në një qosh, domethënë nuk është se foli dhe u ngrit sikur nxënëset kur i thanë se keni probleme atje në fund, domethënë sido që tjetër është e mirë, duhet përshëndetur kjo, por duhet jemi të sinqertë sepse këtu nuk duhet spekuloj. Ai dha një fjalë të mirë, për të se sa ka bërë një punë të mirë, por nuk e di edhe ai një. Nuk e dja e mban mend, sot me e pyet kush është, ai ka problem se presidenti Trump edhe din t'i harroj, nga një herë ngatron, keni parë kur thotë ndala luftën thot mes between Albania thotë në Azerbajxhan, ajo është për Armeninë. Domethënë është disa herë jo shumë protokollare. Ç'ai bie kjo? Këto po ai e don Kosovën sepse zyrtarët e politikës jashtme dhe të sigurisë ja servirin dhe ai e ka politikë nacionale, strategji nacionale të Shtetit Bashkuar të Amerikës që Kosova të mbështetet. Dhe nuk është shumë e rëndësishme, është Vjosa, është Albania, është ai tjetër, është ky tjetër. Realisht për Shtetet Bashkuar të Amerikës është interes strategjik, vazhdohet të ketë, natyrisht se dikush është më mirë, por pavarësisht gjitha escilimeve që mund t'i bëjmë ne, Amerika nuk besoj që do të ndryshoj. Prandaj nuk ka fare rëndësi. Nesër nëse do zgjedhet një figurë tjetër, është bashkëpunuese të njëjtën gjë ka për ta thënë presidenti Trump,